Këtu jem mbi fshatin Fortes të Rahovecit, ku është një nga fshatrat që ka pas masakra gjatë luftës. Në ra, ku i ka 80 martirë. Një nga bazat e UÇK-s po ashtu ka qenë. Edhe Fortesa e gjithë fshatrat tjera të kësaj komune. Këta kanë përvjetorin me datën 25 mars, ndërsa Krusha e kemi me datën 26 mars. Pastaj e ka Hoqa vogël me 2 prill, ka pas Taseli ku janë vrarë 106 me 31 mars, e ka Ptorusha me 30 mars, Celina me 26 mars, Brestovci po ashtu me 26 mars. Më thonë Retijen, e kemi Retijen, çdo fshat i kësaj komune e ka mësu nga barbaria serbe, sepse ka qenë është zonë kufitare, siç e shihni, të gjithë pjesëtarët e UÇK-s post që kanë kalu ka Dugazhini, andej nga Hasi kanë kalu edhe këtë trev, jën për it, jën për cjell. Ka qenë zonë e pasër, ushqime ka ndërgu shumë si në zona Drenicës, si Dugazhinit, pasi është zonë bujqësore, njerëz punëtor, njerëz humanitar, por edhe kontributës për liri. E këtu jam me Muhamet Kukën Amerikanin. Kuka ka ardhur nga Amerika, sot jeton Kosovë, ka edhe i vlla dëshmor, edhe ky i ran luftime me 9 prill të vitit 1999. Tanë është familje dëshmori, edhe e shohim çdo tubim në nderim të dëshmorëve, nuk priton. Hec shumë, sundi e ka pas një operim. Po për moshën që ka është shumë vitale ende. Jem në pragt pranë verës, ku tash bujshit veç fillojnë punën, përgatitjet për të mbjellura. Drenovc, në janë fshatrat e Kodrinave, Drenovce, Nashpolle, Pataqane, Sapniqe, në atë pjesën e Nerat, Kofse, Kramovike. Komuna Rahovecit i përfshin diku 36 fshatra. 2 fshatrat më mëdha që njihen janë Krusha e Madhe dhe Ratkosi.